Të nderuar qytetarë, në fund të këtij viti 2025, ju drejtojmë para së gjitha si një njeri që mban përgjegjësi për një sistem që çdo ditë ndikon drejt për drejt në jetën tonë. Ky vit për mua ishte një vit me sfida në shëndetësi, por gjithashtu me potencial të jashtëzakonshëm për ndryshimin e tij. Prandaj, nisa me qasjen që më së miri e njoh, me atë inxhinierike që nuk kupton hartimin e sistemit shëndetësor, vendosjen e indikatorëve, mbledhjen e të dhënave dhe ridizajnimin e proceseve. Filluam ndërtimin e një rrjeti unik të shëndetësisë digjitale, me regjistra dhe institucione të ndërlidhura, me shkëmbim të të dhënave ndërmjet institucioneve, me standarde dhe mjete që sjellin më shumë rregulla në shëndetësi, në kontroll dhe transparencë në shëndetësi. Nisën gjithashtu një proces që prej kohësh ishte i domosdoshëm, rregullimin themelor të kornizës ligjore në shëndetësi. 12 ligjet tashmë janë në proces shqyrtimi dhe ndryshimi, ndërsa paralelisht po punohet edhe në 2 ligje të reja. Bëm një kthes të rëndësishme në infrastrukturë në shëndetësi dhe në pajisje. Për atë shkak, klinika e anestezisë, reanimacionit dhe mjekësisë intenzive po rindërtohet për herë të parë pas 40 vitesh. 10 salla operative në qendrën klinike po rinovohen sipas parimit Qelës në dorë. Po modernizohen sistemet e gazrave mjekësore dhe përmirësohen kushtet në spitalet në mbar vendin. Ndërkohë që po furnizojmë me pajisje bashkëkohore mjekësore në shëndetësi. Dhe më e rëndësishmja, mjekësia moderne pushoi së qeni privilegj dhe u bë e qashme për të gjithë qytetarët në vendin tonë. Për herë të parë, u realizua transplantimi i kornes me 9 ndërhyrje të suksesshme, transplantime të kockave të fëmijëve dhe procedura të reja komplekse në disa klinika. Këto janë rezultate që nënkuptojnë jetë e shpëtuar dhe besim i rikthyer në shëndetësi. Në vitin 2026, hym me vendoshmëri që shëndetësia të jetë më e organizuar, më e shpejtë dhe më e qashme për qytetarët, me rregulla të qarta dhe trajtime të drejta për të gjithë neve. Do të investojmë aty ku mungesat janë më të mëdha. Do të zbatojmë zgjidhje digjitale që do të lehtësojmë punën e përditshme të ekipeve shëndetësore dhe do të reduktojmë barierën burokratike të qytetarëve. Çdo vendim do të masim me rezultatet sepse me të drejtë ju prisni që shëndetësia të ofrojë shërbime të sigurta dhe cilësore, e jo të jeni të detyruar të luftoni me to. Ju uroj shëndet dhe lumturi në vitin 2026.